Shkupi mbytet nga mbeturinat, prokuroria kërkon paraburgim për drejtorin e higjienës komunale dhe drejtuesin e një sektori. Vëllai vret vëllan, e godet në kokë dhe më pas përpiqet ta fsheh gjurmët. Për një vit në Maqedoninë e Veriut shënohen 5.000 raste të goditjes në tru. Në Shkup, filloi forumi botror për energji të qëndrueshme. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Institucionet kanë dhënë detaje për hetimet ndaj drejtorit të higjienës komunale dhe përgjegjësit të sektorit brenda ndërmarrjes, të cilët akuzohen për rrezikim të mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina. Prokuroria Themelore Publike ka kërkuar paraburgim për shkak të rrezikut për ndikim mbi dëshmitarët dhe mundësisë përsëritjes së veprës. Prokuroria Themelore Publike ka kërkuar paraburgim për Sabaudin Rustemin, ushtrues detyre drejtor në higjienën komunale, dhe Akis Aitin, përgjegjës i sektorit brenda ndërmarrjes për shkak të rrezikut për ndikim mbi dëshmitarët dhe mundësisë përsëritjes së veprës rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës me mbeturina, sipas nenit 230 paragrafi 1 të kodit penal. Sipas prokurorisë, të dyshuarit kanë vepruar në kundërshtim me ligjin për menaxhim me mbeturina dhe veprimtarinë e tyre bazë për mbledhjen dhe transportin e rregullt të mbeturinave në territorin e qytetit të Shkupit. Duke mos ushtruar mbikëqyrje të plotë mbi procesin e mbledhjes dhe transportit të mbeturinave komunale, si dhe përmes menaxhimit të parregullt të mbeturinave, ata kanë mundësuar që të krijojnë deponi të vogla në hapësirë publike dhe rrugë, pranë kontenjereve të përcaktuar për mbledhjen e mbeturinave komunale. Si rezultat, është shkaktuar dëmtim i konsiderueshëm cilësisë së tokës, ajrit dhe ujit, duke rrezikuar jetën dhe shëndetin e qytetarëve për shkak të mundësisë së përhapjes së sëmundjeve infektive apo të tjera. Për këtë ngjarje ka reaguar edhe Ministria e Punëve të Brendshme. Dyshimet e tilla janë konstatuar dhe vërtetuar pas kontrolleve të jashtëzakonshme të inspektorëve lokal për mjedisin jetësor, të cilët dolën në terren me udhëzime të prokurorisë themelore. Kontrollet u kryen gjithashtu në bazë të mendimit të ekspertëve mbi ndikimin e mbeturinave në shëndetin publik dhe mundësinë për shpërndarje të sëmundjeve ngjitëse, të dhënë nga Instituti dhe Shtëpia e Shëndetit Publik. Rustemi është arrestuar nga policia që nga dita e djeshme dhe i njëjti është mbajtur në bisedë zyrtare, mbi të rëndon akuza për mosveprim dhe mos mbledhje të mbeturinave në bazë të planit operativ, se nuk vepron dhe nuk mbledh mbeturinat siç duhet. Rustemin në të shumtën e rasteve e kanë akuzuar edhe krerët e komunave që vijnë nga partitë oponente të Aleancës Kombëtare për Integrim, koalicion të cilit Rustemi i takon. Prokuroria e Kavadarit ka ngritur akt akuz kundër një 43 vjeçar i cili akuzohet për vrasjen e vëllait të tij në fund të korrikut të këtij viti. Sipas prokurorisë, i akuzuari e ka goditur vëllaun e tij në kokë duke i shkaktuar lëndime fatale. Pas aktit makabër, ai ka mbuluar gjurmët e krimit. Shkak i krimit të rënd ka qenë prona. Prokuroria Themelore Publike Kavadari ngriti akt akuz kundër një personi për veprën penale të vrasjes. Prokuroria sqaroi se akuzuari, një burr 43 vjeçar, vrau vëllain e tij, i cili ishte një vit më i ri, në ditëlinjen e tij më 27 korrik, pasi të dy filluan grindje për pronën. I akuzuari besonte se vëllai i tij donte të merrte të gjithë pronën dhe i shtyr nga një ndenjë zemërimi dhe urrëtieje, e sulmoi atë më sqepar, duke goditur në kokë. Ai e goditi vëllain e tij në kokë me pjesën metalike të sqeparit dhe kur i dëmtuar i ra, ai e goditi dhe 2 herë me të njëjtën mjet, duke i shkaktuar lëndime të menjëhershme fatale. Prokuroria sqaroi se pas aktit makabër, i akuzuari u largua dhe të nesërmen ai u kthye në shtëpinë e të dëmtuarit dhe zhvendosi trupin në banjo.
Gjatë ditëve në vijim, ai gjithashtu u kthye për të mbuluar krimin, fshiu gjakun nga dyshemeja dhe objektet dhe çoi trupin në hambar, e varrosi në një hendek dhe vendosi disa objekte mbi të. Midis 30 korrikut dhe 5 gushtit kur u zbulua trupi, i akuzuari tërhoqi vazhdimisht para duke përdorur kartën bankare të viktimës. Trupi Pajeti Vëllaj të vrarë u zbulua më 5 gusht, kur motra e viktimës raportoi se në ndërtesë ndihmëse në oborin e shtëpisë së vëllezërve të saj, ku kishte shkuar me burrin e saj, kishte vërejtur një gërmim të mbuluar me dhej të lirshëm, gjë që i bëri të dyshonin se vëllai i saj i zhdukur mund të ishte varrosur aty. Por veç akt akuzës së ngritur, prokurori publik kompetent kërkoi që masa e paraburgimit e përcaktuar më parë të zgjatet për të pandehurin. 21 vjeçari me sindrom Down, Nikola Stojanovski, dhunën fizike dhe psiqike që ka përjetuar në vendin e tij të punës në qytetin e Shkupit nga një i punësuar atje. Nëna e tij Suzana Stojanovska thotë se ky rast ka ndodhur para rreth një muaji dhe këtë e ka zbuluar nga ndryshimi në sjellje që ka parë te djali i tij. Ti bësh etazh. Kështu e përshkruan 21 vjeçari me sindrom Down Nikola Stojanovski dhunën fizike dhe psiqike që ka përjetuar në vendin e tij të punës në qytetin e Shkupit nga një i punësuar atje. Nëna e tij Suzana Stojanovska thotë se ky rast ka ndodhur para rreth një muaji dhe këtë e ka zbuluar nga ndryshimi në sjellje që ka parë tek djali i tij dhe mungesa e dëshirës për të shkuar në punë, pasi siç thotë ajo, këta persona nuk i tregojnë gjërat negative që u ndodhin. Danes me ovde, zato što jedno lice sa Downov sindrom. Një person me sindrom Down i punësuar në një institucion publik ishte viktime diskriminimit të dhunës psiqike dhe fizike. Rasti është dokumentuar, për ne ky nuk është një incident individual. Kjo është një pasqyrë e sistemi që duhet të mbrojë dhe jo të lëndojë. Protestuesit thonë se nuk ka mungesë ligji, por ka mungesë njerëzillëku. Më vjen keq që në vitin 2025 kur duhet të gëzohemi për çdo punësim të personave me aftësi të veçanta, ne mblidhemi këtu dhe protestojmë sikur të jemi në vitet e 80-ta. Çdo person me aftësi të veçanta, fillimisht jo sipas ligjit, por sipas ligjit njerëzor, ka të drejtë për jetë të dinjitetshme në vendin e tij të punës dhe detyre të gjithë neve është që të ju ndihmojmë. Ertan Shaqiri, që edhe vetë është me nevoja të veçanta, shpreh keqardhje për rastin që ka ndodhur dhe u bën thirrje personave përgjegjës që të marrin masat e dukura. I thras të gjithë dhe kryeministrin e vendit, zotëri Kristian Miskovski, që njëre për gjithmonë që mës të maren, mës të maltretohen personat me nevojët veçanta. Personat me nevojët veçanta kanë qenë të veçantë dhe do të mbesin të veçantë njëre për gjithmonë. Nëna e Nikola Stojanovski thotë se rasti është paraqitur në të gjitha institucionet relevante, por nuk kanë ende asnjë përgjigje, përveç një takimi që e kanë mbajtur me persona përgjegjës në qytetin e Shkupit. Në Maqedoninë e Veriut për një vit shënohen afër 5.000 raste të goditjes në tru. Ky fenomen prek edhe rënjët në moshën 18 vjeç. Shtypja e lartë e gjakut, sëmundjet e zemrës, pirja e duhanit janë disa nga faktorët të cilët mund ta shkaktojnë ose parandalojnë goditje në tru. 5.000 raste të goditjes në tru shënohen në Republikën e Maqedonisë së Veriut në nivel vjetor. Maqedonia e Veriut është ndër vendet me incidencë mesatare, që do të thotë se ka 200 deri në 300 goditje në tru në 100.000 banor, ndërsa prevalenca është 500 deri në 600 për 100.000 banor. Kështu ka për të ditur Anita Arsovska, drejtuese e Departamentit të Neurologjisë Emergjente në Klinikën Universitare të Neurologjisë, ku qytetarëve sot u është ofruar Doppler fala si arterieve karotide në kuadër të ditës së hapur të klinikës me rastin e 29 tetorit, ditës botërore të goditjes në tru. Ajo tha se ky fenomen prek edhe të rinjët në moshën 18 vjeç, pra fëmijët. Burrat e moshës 60 deri në 69 vjeç janë më të prekur,
por me rritjen e moshës gratë vuajnë më shpesh nga sëmundjet e zemrës dhe fibrilacioni atrial, kështu që në grup moshën më të rritur gratë janë më të prekura nga goditja në tru. Krahasuar me vitet e fundit, nuk mund të thuhet se kufiri është vendosur, por është interesante që faktorët klasik të rrezikut janë të pranishëm edhe tek popullata më e re në moshën 45 vjeç. Duke folur për faktorët e rrezikshëm të goditjes në tru, Arsovska tha se shtypja e lartë e gjakut, sëmundjet e zemrës, pirja e duhanit janë disa nga faktorët të cilët mund ta shkaktojnë ose parandalojnë goditje në tru. Faktorët e rrezikut për goditje në tru mund të ndahen në dy grupe të mëdha, të cilët janë faktor modifikues dhe jo modifikues, e të cilët nuk mund të ndikohen, por mund të kemi ndikim në rritjen e tensionit të gjakut, i cili është shkaku më i zakonshëm i goditjes në tru. Rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, yndyrën, sëmundjet e zemrës, enët e gjakut, pirjen e duhanit, jetën stresuese, ndotjen e ajrit. Ne mund t'i parandalojmë të gjitha këto shkaqe dhe mbi 90% e goditjeve në tru mund të parandalohen në këtë mënyrë. Arsovska tha se kur dikush shpëson goditja në tru, koha dhe njohja e shpejtë e simptomave dhe shenjave janë shumë të rëndësishme, do me thënë të folurit e paqartë, shtrembërimi i fytyrës apo paraliza në njërën anë të trupit, dhe se pacienti duhet të dërgohet në institucionin më të afërt shëndetësor, sa më shpejt të jetë mundur. KSZ ka publikuar rezultatet përfundimtare edhe për 11 komuna të cilët u bashkohen 33 komunave të cilët rezultatet u shpallën të ditën e kaluar. Me këto 11 komuna kanë përfunduar rezultatet për gjithsej 44 komuna ku zgjedhja e kryetarit ka përfunduar në raundin e parë zgjedhor. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka publikuar sot rezultatet përfundimtare të rrethit të parë të zgjedhjeve lokale të mbajtura më 19 tetor. Siç njoftuan nga KSZ, të dhënat e ditës së sotme tregojnë rezultatet përfundimtare edhe për 11 komuna të cilat u bashkohen 33 komunave, për të cilat rezultatet u shpallën të njëjtën e kaluar dhe për të cilat nuk pati kundërshtime. Ata thonë se me këto 11 komuna kanë përfunduar rezultatet për gjithsej 24 komuna, ku zgjedhja e kryetarit ka përfunduar në raundin e parë zgjedhor. Për kryetari i komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, kandidat i koalicionit Vlen. Për kryetar i komunës së Çashkës, Suat Shaqirov, kandidat i Aleancës Kombëtare për Integrim. Derisa për rezultatet e këshillave, ju njoftojmë që ka pasur pas përfundimit të afatit të përpadi deri tek gjykata administrative dhe pas vendimeve të gjykatës administrative, konstatojmë se zgjedhjet kanë përfunduar për këshill edhe në këto komuna. Komuna Aerodrom, Bogdanci, Bosilov, Butel, Veles, Vinic, Gazibab, Karposh, Kërçov, Krivogashtan, Prilep, Resnje, Çajir, Çashk, Dollneni, Gostivar. Lidhur me zgjedhjen e antarëve të këshillave komunal dhe këshillit të qytetit të Shkupit, Demiri njoftoi se vetëm në komunën Shutorizar do të përsëritet votimi më 2 nëntor për zgjedhjen e antarëve të këshillit. Nga KSZ thanë se kanë mbetur edhe 33 komuna të cilat do të shkojnë në raundin e dytë më 2 nëntor. Në kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arbër Ademi në emisionit Debat në Shenja tha se Aleanca Kombëtare për Integrim është fituese zgjedhjeve lokale. Ademi bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vend, pasi sipas tij, vota e qytetarëve është ajo që duhet të përcaktojë përbërjen e qeverisë dhe jo marrëveshjet politike pas zgjedhjeve. Aleanca Kombëtare për Integrim është fituese e zgjedhjeve lokale. Kështu ka deklaruar nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arbër Ademi në emisionin Debat në Shenja. Ai tha se ky koalicion ka rikonfirmuar legitimitetin e saj në të gjitha ciklet e fundit zgjedhore. Ne për më pak se një vit e gjysmë patëm të 3 ciklet të ndryshme zgjedhore, zgjedhje presidenciale, zgjedhje parlamentare dhe zgjedhje lokale, pra para një jave raundin e parë të zgjedhjeve lokale, dhe në të 3 ciklet rikonfirmohet legitimiteti i Aleancës Kombëtare për Integrim. Konkretisht,
në qoftë se i shikojmë rezultatet në rrafsh kombëtar, në listat partijake, aty ku maten partitë politike, pra në listat për këshilltar, Aleanca Kombëtare për Integrim ka më tepër se 23.000 vota. Ademi, i cili ishte i ftuar edhe në cilësinë e përfaqësuesit të AKI-s, bëri thirrje për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në vend, pasi sipas tij, vota e qytetarëve është ajo që duhet të përcaktojë përbërjen e qeverisë dhe jo marrëveshjet politike pas zgjedhjeve. Të shkojmë në zgjedhjet parakohshme parlamentare dhe jo bre BDI-ja, po fituesive le të jetë në qeveri. Edhe këta, në qoftë se mendojnë se fitojnë, po le të hyjnë si fitues në qeveri. Se është edhe një përsi psikologjike, kur në basë, po jo, ti kur vota përcakton ulsën tënde në qeveri, ti më banë logari më për qytetare, nuk më banë logari për kryeministrin. Ademi theksoi se kërkesa për zgjedhje të parakohshme vjen si nevojë për të rikthyer legitimitetin politik dhe për të reflektuar vullnetin real të qytetarëve në përbërjen e institucioneve qeverisëse. Ai gjithashtu bëri të ditur se do t'i japin mbështetje të plot kandidatit të vlenit për komunën e Bervenicës, Hachim Ramadani, i cili është në balotazh me kandidatin e VMRO-DPMNE-s. Kryetari aktuali i komunës së Tetovës, një herët kandidati i koalicionit Vlen për mandatin e dytë në këtë komunë, Bilal Kasami, ka vazhduar me promovimin e projekteve të realizuara në 4 vjeçarin e parë. Në vigjilje të rrethit të 2 zgjedhor, Kasami ka promovuar rrugën e Potokut, e cila sipas Kasamit së bashku me rrugën 134 dhe Prohor Pçinski u asfaltuan tërësisht dhe sipas standardeve bashkëkohore. Sipas Kasamit, ky investim kap vlerën e 200.000 eurove apo rreth 12 milion denar. Në fjalimin e tij, Kasami ka falenderuar qytetarët e Tetovës për përkrahjen që mori më 19 tetor. Sipas tij, kjo është dëshmi se Tetova është në rrugën e drejtë dhe se Tetova po ndryshon, po transformohet dhe po zhvillohet. Tetova meriton këtë transformim. Tetova meriton rrugë moderne, shkolla, qerdhe, pishina dhe gjithë kushtet për një qytet funksional, të pastër dhe modern. Punët e mira për Tetovën duhet të vazhdojnë edhe më shumë, edhe më mirë, edhe më fuqishëm në kapitullin e dytë të zhvillimit. Në prani të më shumë se 500 përfaqësuesve nga gjithë bota në Shkup u hap forumi 14 ndërkombëtar për energji për zhvillim të qëndrueshëm. Gjatë 3 ditëve të ardhshme, forumi në të cilin marrin pjesë përfaqësues nga më shumë se 70 vende të botës do të trajtojë disa aspekte: tranzicioni energjetik, nga nxitja e zhvillimit deri tek mobiliteti, deri te sigurimi i një tranzicioni të drejtë në të cilin askush nuk do të mbetet jashtë. Ka filluar sot në Shkup forumi 14 ndërkombëtar energjetik, në të cilin marrin pjesë afërsisht 500 zyrtar dhe përfaqësues të 50 vendeve nga e gjithë bota. Në fjalimin hyrës, kryeministri Hristian Mickovski deklaroi se kjo është një mundësi për të dëshmuar se një shtet i vogël si Maqedonia mund të ketë ndikim të madh në të ardhmen energjetike të sigurt, kur ka vizion, vendoshmëri dhe leadership. Sipas kryeministrit, sektori energjetik për qeverinë është shumë i rëndësishëm dhe nuk është vetëm çështje teknike. Të krijojmë një shembull rajonal të një ekonomie energjetike të qëndrueshme, të pastër dhe të pavarur. E dim se kjo kërkon kohë, burime dhe këmbgulje, por edhe më shumë kërkon besim në forcat tona, sepse tranzicioni nuk është vetëm teknologjik. Nga Shkupi dërgojmë mesazhin se energjia e qëndrueshme nuk është zgjedhje politike, por detyrim moral ndaj gjeneratave të ardhshme. Energjia është e zemra e ekonomisë dhe nëse ajo zemër rreh rregullisht, i gjithë sistemi jeton. Ministri i Energjetikës në rolin e Nikoqirit në këtë event të rëndësishëm ndërkombëtar deklaroi se varësia nga një burim energjetik ose furnizues është rrezik i të kaluarës. Sipas Bozhinovskës, tranzicioni energjetik kërkon vizion dhe plana afatgjate, po edhe gatishmëri për investime dhe zgjidhje që nuk sjellin rezultate të shpejta, por sjellin të ardhme të sigurt për gjeneratat e reja. E ardhmja energjetike varet nga vendimet që ne i marrim sot. E rëndësishme është që në këtë forum do të nënshkruhet deklarata Shkupi, dokument që do të mbetet shenjë vullneti të përbashkët për të ardhmen energjetike, për energji më të pastër dhe më të sigurt.
Ndryshe, forumi ndërkombëtar që ka filluar sot do të përfundojë të premten, ditë në të cilën Ministria e Energjetikës do të nënshkruajë deklaratë zyrtare me Kombet e Bashkuara, të quajtur Shkupi, deklaratë e cila sipas ministres Bozhinovska do të forcojë pozitën tonë në hartën botërore të energjetikës. Kompania Alkaloid këtë vit shënoi pjesëmarrjen e saj të 22 në ngjarjen më prestigjioze të industrisë farmaceutike botërore që po mbahet nga 28 deri më 30 tetor në Frankfurt të Gjermanisë, nën moton në zemrën e industrisë farmaceutike. Ekipi prej 35 përfaqësuesish nga sektor të ndryshëm të kompanisë po merr pjesë në edicionin e 36 ku janë planifikuar mbi 400 takime biznesi me partnerë ekzistues, furnitor dhe bashkëpunëtor të rinj potencial. Drejtori i përgjithshëm dhe kryetari i bordit të Alkaloidit, Zhivko Mukaetov, theksoi se kjo është një platformë globale strategjike për ndjekjen e risive shkencore dhe teknologjike në industrinë farmaceutike. Ky panajir na mundëson kontakte të drejtë për drejta me partner nga gjithë bota dhe ndjekjen e trendeve të reja nga inteligjenca artificiale dhe praktikat e qëndrueshme të prodhimit deri te zhvillimi i molekulave të reja dhe optimizmi i zinxhirit global të furnizimit, u shpreh Mukaetov. Kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër në lidhje me gjyqin ndaj Hashim Thaçit, duke theksuar se lufta për liri nuk është krim. Ai shkruan se është e tmerrshme ta mendosh se shpëtimtarët e Kosovës duhet të paraqiten para një gjykate të dalë nga objekti për të cilin u ngrit. Çfarë turpi për drejtësinë ndërkombëtare dhe edhe mëzi për shqipsharësit digjital, tifos të verbuar prej budallakis kinse patriotike që edhe mbrapa hekurave të kësaj padrejtësie, ulëritëse e shohin dhe trajtojnë Hashim Thaçin si armik politik, e urojnë të mos dalë më kur prej aty, ndërkohë që kur atyre të jetë haruar nami e nishani dhe asaj gjykate t'i ketë mbetur vetëm njolla e turpit të historisë, emri Hashimit do të mbetet për gjithnjë si emri njeriu që u bë njësh me fatin, lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka shkruar Edi Rama. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump dhe kryeministrja e Japonisë Sane Takaichi nënshkruan një marrëveshje kornizë mbi metalet e rralla dhe mineralet kritike. Ashtu si Washingtoni, Tokyo po nxiton për të siguruar një furnizim të qëndrueshëm me minerale kritike, ndërsa Kina, prodhuesi dominuesi metaleve të rralla, ka intensifikuar kontrollet të eksportit dhe kërcënon furnizimin global, shkruajnë mediat e huaja. Japonia ende mbështetet te Kina për rreth 70% të importeve të saj të metaleve të rralla, në një takim që ka qenë një prove hershme për Takaichin të dy udhëheqësit paralajmëruan një epokë të artë të re për aleancën midis vendeve të tyre. Trump i tha kryeministrës së Japonisë se ajo do të jetë një nga kryeministrat e shkëlqyera dhe se SBA janë një aleate në nivelin më të fortë. Eksportet japoneze në SBA tani do të përballen me tarifa prej 15%, të cilët ishin rënë dakord më parë, por duket se janë finalizuar të martën. Udhëheqësi autoritari i Bielorusis Aleksandr Lukashenko tha se vendimi i Lituanisë për të mbyllur kufirin me Bielorusinë është një mashtrim i çmendur, duke akuzuar Vilniusin se po zhvillon një luftë hibride. Kryeministrja e Lituanisë Inga Rugăinene tha se të hënën se shteti i saj do të qellojë balonat me kontraband përgjatë kufirit me Bielorusinë, që her pas here ka ndërprer trafikun ajror në këtë shtet baltik. Agjencia shtetërore e lajmeve në Bielorusi Belta e citoi Lukashenkon që tha se Lituania gjeti një justifikim absurd këto balona edhe për një vend të vogël si Lituania. Tregu i zi i duanit është një burim i të ardhurave për qeverinë e Lukashenkos sipas opozitës bieloruse. Disa persona janë arrestuar në Lituani teksa po përpiqeshin që të merrnin cigare që ishin vendosur në balona në incidentin e javës së kaluar.
Ky incident shtyu autoritetet në Lituani që të mbyllnin aeroportet, lëshimin e balonave me mallra kontraband. Lituania ka cilësuar si luftë hibride. Lituania dhe Bielorusia për një kohë të gjatë kanë mosmarrëveshje për shkak të Vilniusi që ofron strehim për anëtarët e opozitës bieloruse në Mërgjem. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres është thellësisht i shqetësuar nga përshkallëzimi i fundit ushtarak në qytetin e rrethuar të Sudanit, El Fasher, dhe dënon sulmet pa dallim dhe shënjestrim e civileve, tha zëdhënësi i tij. Guterres u kërkoi forcave të armatosura sudaneze dhe forcave paraushtarake të mbështetjes së shpejtë të angazhohen mënjëherë me të dërguarin e tij personal për Sudanin dhe të ndërmarrin hapa të shpejtë dhe të prekshëm drejt një zgjidhje të negociuar. El Fasher, kryeqyteti i rajonit të Durfurit të Veriut, ka qenë skenë e luftimeve të ashpra për javë të tëra midis ushtrisë dhe RSF-s pas një sulmi shumë frontal nga grupi paramilitar i cili ka rrethuar qytetin nga 5 drejtime në një përpjekje për të marrë kontrollin e tij për shkak të rëndësisë së tij strategjike. RSF ka rrethuar qytetin e El Fasher që nga 10 maj 2024 luftimet midis dhe RSF-s kanë vazhduar që nga prilli 2023, të cilët kanë vrarë mijëra njerëz dhe kanë zhvendosur miliona të tjerë. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.